Mandati i kadërt ka nisur dhe do të bitiset me një përkushtim të posaçëm për hapësirat publike, zonat turistike, parqet kombëtare, mjedisin në tërësi. Vendimet e reja që kemi marrë duke ndryshuar gjërësisht bazën ligjore të betejës kundër antiligjit në ndërtim janë në shërim kuptim plot i këtij përkushtimi, për t'ia kthyer hapësirat publike qytetarëve dhe komuniteteve, për t'i çliruar trotuaret dhe sheshet e lagjeve, oborret e shkollave dhe të gjitha llojet e hapësirave tjera në vendbanimet tona nga zaptimet dhe zaptuesit, për të mbrojtur pasuritë dhe bukuritë e vendit nga zaptuesit dhe nga grabitësit. Ky nuk është aksion. Ky është misioni për t'u përmbushur pasi ka nisur vite e vite më parë dhe vit pas viti, mandat pas mandati, fenomeni është kurrur, por nuk është absolutisht shkullur. Kështu që me durim, me këmbgulje, me forcë të hekur ligjore, deri në fund.